minuta. Në këtë momente është duke ndodhur një përplasje mes banorëve dhe mes efektivëve të policisë. Ku këta të fundit janë duke u munduar të shtyjnë banorët drejt anëve të rrugës për të zhbllokuar kështu dhe qarkullimin rrugor. Silla makinën, net! Shëndroni dhe brava dhe policisë që kanë ndërhyrë për të larguar personat të banorëve që ishin në rrugë, dëgjojmë zëra fëmijësh, janë fëmijët në mes që policia po i shtyn ata. Janë pamë në fakt të cilat e kemi parë mëse një herë në zona ndryshme të Shqipërisë, në Tiranë kemi parë edhe në qytetet e tjera. Protestohet dhe policia ndërhyn për të liruar rrugët, shumë pra që ka fëmijë dhe gra nesër në banorëve të cilët po shtyhen nga efektive të policisë. Kërkesa e tyre është njëjtë kanë zhvilluar mëse një herë. Duam që të ketë një konsultim në banorë, në mënyrë të në rrugët, si që ndodhë të i fakt. Edhe nga personët të cilët të rëndësuan për shumë televizion, vjen tensione pra në autorisht. Tentuar të zhbllokojnë rrugën segmentin rrugor, ndërkohë që njerëzit që punonësit e policisë burra nuk ndërkohë që prekin gratë dhe vajzat të gjinitë të shenë punonëse të policisë. Në këtë protestë që është duke u zhvilluar, pasha dhe shpirtje. Për të protestuar në këtë protestë radhës të tretë.